Mirë, analistin njohur i zhvillimeve politike, zoti Arben Meçe, është bashkuar me mua në studio. Zoti Meçe, mirë mbrëma, kënaqësi që jeni në edicionin qendror të lajmeve. Mbrëma. Zoti Meçe, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë duke zhvendosur fokusin e tyre drejt luftës kundër ekstremizmit të majt. Por, a mendoni se edhe Shqipëria duhet të rishikojë mënyrën se si trajton grupet radikale që shfaqen në protesta? Ekziston rreziku që grupe ekstremiste të majta të përpiqen në një farë mënyre të instrumentalizojnë kauza sociale apo protesta në Shqipëri për t'i kthyer ato më pas në përplasje të dhunshme, siç në fakt po paralajmërojnë edhe disa zyrtarë amerikanë. Shiko, të debatosh për grupet e majta dhe për aksion në grupeve të majta, diskutimi është çik më i gjerë nga ky emision për të vërtetës. Zoti Karamuço kapi një element që në gjykimin tim është një vërtet e lexueshme. Në protest jo ka element, po ka një strukturë të dukshme organizative të njëjtës skem me të cilën punojnë grupet marksiste radikale që përmblidhen në një koncept të majt kudo në botë. Skema është e njëjtë, vendoset një flamur përpara, ose vendoset një brez, prodhohet një ballore organizuar, në cepat balloreve gjithmonë gjenden 2 deri në 3 persona dhe një është në mes, të cilët dirigjojnë në mënyrë ushtarake gati gjithë lëvizjen e turmës. Tezat e hedhura janë teza pastaj absolutisht të qarta, janë antisistem. Kjo është gjithë filozofia e majtizmit, antisistem. Ju nuk e di sa keni arritur dhe nuk e di nëse e keni fiksuar, po jo, në turmë janë grupe të organizuar që këndojnë në këngën Bella Ciao. Bella Ciao është himni i grupeve majtiste. Pra, është skema organizative, është mënyra se funksionon, dhe ajo shëtitja që thojnë po dalim tani dhe po dalim në qytet, është skem tipike e kësaj tipologjie lëvizje. Por në mënyrë posaçme thash, të rish në Shqipëri dhe të këndosh himnin e majtistëve botëror Bella Ciao. Bella Ciao është një këngë e cila vjen nga Italia, është këngë e lëvizjes së rezistencës italiane, të rezistencës italiane ndaj fashizmit, mëtej u përqafua jo vetëm nga majtistët, po edhe nga grupet e rezistencës së kohës, dhe mëtej në vitet 60-70 ajo u kthye himn i lëvizjeve majtiste. Që janë vitet 60-70, sepse duhet shkojmë çik në vitet 60-70. Vitet 60-70 janë kulmi i luftës ftohtë. Dhe kulmi i luftës ftohtë duhet kuptosh që jemi ku bota perëndimore është në një luftë absolutisht të hapur, të pastër. Kur vjen puna në plan ideologjik, në plan e aksioneve të protestave, këto janë në agresivitetin më të madh. Vijnë deri në përplasje ushtarake. Nuk arriti përplasje ushtarake, por të gjitha këto tipologji aksioni u organizuan në mënyrë posaçme në perëndim. Dhe vitet 60-70 ka qenë periudha kur agresioni rus, shive me kujdes tani, në botën perëndimore, duke përdorur këto grupe majtiste, duke përdorur ideologjinë populiste, komuniste, dhe duhet të jemi shumë të qartë me ideologjinë, se duhet prandaj desha ta trajtojë çik ideologjia më manipulative në ambiente të cilat kanë populizmin vete, ka një shoqëri dhe të ndërgjegjshme, por akoma të paformuar për të dalluar populizmin nga realiteti, dhe ky realitet sot në Shqipëri, për të dalluar, dhe këto u bën shumë agresive si aksion të financuar tashmë nga Rusia. Në këtë periudhë kemi aksionin më të madh të organizuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që praktikisht dirigjohet nëpërmjet FBI-t, dhe FBI këtu shpalli e kishte filluar që në 45-ën, 47-ën, kur filloi lufta e ftohtë, por u bë absolutisht aktive në vitet 60-70. Në vitet 60-70, platforma e FBI-t e udhëhequr nga Edgar Hoover ishte e qartë fare lufta kundër komunizmit. Po duhet ta kuptojmë, nuk është luftë kundër ideologjisë komuniste, por është luftë kundër manifestimit të agresionit rus në botën perëndimore dhe në Amerikë nëpërmjet këtyre lëvizjeve. E thash të gjë, sepse sot jemi pikërisht në këto kushte. Pra sot ne jemi në kushtet e viteve 60
në globalizmin botëror. Edhe në protestat që zhvillohen në Tiranë, po thonë. Do të kthehemi edhe te protestë Tiranë, sepse ju e lidhet me Amerikën duke ngritur atë problem i cili ne e shohim të manifestuar në pikën më të dobët që ka hallka perëndimore. Dhe sot pika më e dobët e hallkës perëndimore, e cila është në qendër vëmendjes së agresionit rus për destabilizim në Shqipëri. Është Shqipëria sepse ka shumë arsye pse. Ka shumë arsye që mund t'i analizojmë të gjitha me radhë. Por nuk kemi dhe shumë kohë për një analizë më të gjerë. Por ajo që do të thënë jemi në të njëjtat kushte. Agresioni rus tashmë në këtë moment duke shfrytëzuar politikën e globalizmit që perëndimi përdori për të prodhuar një botë të paqshme, pra një botë të bashkëpunimit, ky ishte globalizmi. E përqafoi Amerika, e përqafoi perëndimi, por kjo u keq trajtua dhe u keq manipulua nga pjesa tjetër. Korea e Veriut ndërtoi bombë bërthamore dhe tashmë bën rrezik për perëndimin. Irani tentoi të ndërtonte bombë bërthamore, u bë rrezik. Rusia vazhdoi të ishte kërcënim për perëndimin duke përdorur gjithë instrumentat dhe u riarmatos. Dhe në mënyrë posaçme Kina. Të gjitha këto që në vetvete përbëjnë një blok të vërtet, që është bloku i keq që e përdorin shpeshherë, po është ky bloku majtis, tashmë kanë prodhuar një infrastrukturë e cila në mënyrë si paqësore erdhi dhe u bë e rrezikshme në globalizmin botëror, tashmë çfarë ka bërë? Hapi i parë që ka bërë perëndimi, Amerika dhe Evropa është riarmatimi. Pra shifeni çfarë faze po futemi. Riarmatimi është një koncept i cili ishte i viteve 60. Pra që nga kriza e armëve e raketave në Kubë dhe mëtej, bota u fut në një konkurrencë të madhe riarmatimi. E në qoftë se në plan ushtarak ndodh ai fenomen që sot është aktual, sot në këtë moment, gjithë bota perëndimore dhe ajo po riarmatosen. Dhe në qoftë se në plan ushtarak kemi fenomenin e riarmatimit, në plan ideologjik kemi pikërisht këto aksione, të cilat janë absolutisht të koordinuara dhe thash, janë shumë aktive sot në Shqipëri. Në qoftë se do të lexoje platformën e mbrojtjes që bënte Bashkimi Evropian dhe që e ekspozonte dhe që u bë edhe në Shqipëri, pavarësisht që nuk u reklamua, por që ne shpeshherë unë kam dalë dhe kam thënë, kujdes shifeni këtë platformë. Ajo platformë parashikonte një lëvizje destabilizuese në Shqipëri. Dhe lëvizja destabilizuese vjen përmjet elementeve që pikërisht nga këto grupe, po thoni. Këta janë një nga elementet që aktivizohet, se mos harrojmë që janë shërbimet që janë shumë fuqishme. Dhe shërbimet tashmë në këtë moment jo shihni nga gjithë lëvizja proteste çka ka përfunduar. Sot, unë e kam thënë shpeshherë dhe vazhdoj ta them, sot në fushë betej, pra atje në atë kasollën e vogël para kryeministrisë, ke komplet grupe majtiste dhe ke edhe mbeturina pastaj të grupeve tjera të cilët tashmë kanë kuptuar që ai protestë ka mbruar. Grupet majtiste vazhdojnë të jenë revolucionar. Dhe në themel grupeve majtiste ke qorin. Elementet e qorit duken në mënyrën e skemës organizative, ata kanë qenë organizator në Zvërnec, dhe duhet ta dini që në Zvërnec pjesa shqiptare kanë qenë ky grup, së bashku me një grup ekstremist, ishte Altin Ceka i... S'ka problem për emra. Po, s'ka drejt. Po ata ishin të parët që organizuan, kanë qenë shumë aktiv në organizimin e protestave, por në momentin e parë lujtën me atë pjesë që kishte sensibilitet shoqëror, ku qytetarët u bashkuan, pastaj qytetarët gradualisht u shkëputën dhe tashmë ti shef që ke një bërthame e cila është gati strukturë militare. Quhet paqësore, por skemat e aksionit dhe në mënyrë dhe për qytetarin duhet t'i bëjmë një gjë me dije. Format e aksionit tashmë janë tipike të aksionit veprimit. Aksioni veprimit është skem tipike e krijuar në vitet 60-70 nga grupet majtiste. Dhe tashmë, çfarë ka ndodhur vitet 60? Ajo skem që dirigjohet dhe financohet nga Rusia, është sot shumë aktive dhe është ky pikërisht shqetësimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe po të shikosh, ju keni parë që shumë aktivistë, të cilët janë deri në çmenduri ti thua, që si mund të bëjë njeriu këtë veprim, sulmojnë politikanë dhe pushtetarë. Ajo skemë e sulmimit është skemë e re që shqiptarët nuk e kanë parë në Shqipëri. Sepse për herë të parë grupi i qorit, pra grupi majtist, që unë e quaj radikal marksist, anarkist marksist, se i blet të gjitha në një vend, të gjitha janë bërë absolutisht shumë agresiv tani në Shqipëri, duke përdorur thash njëjta skema. Dhe në këtë kuadër nuk është e rastishme pse
Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë marrë dhe kanë dërguar ka blogame edhe në Evropë. Ju pat këtu 6 deputetë që erdhën në Shqipëri. Shqetësimi kryesor në Dhe Europë. këta 6 deputetë që dishti janë në analizën e tyre, po që se çdo qytetar do të futet të shohë çfarë përfaqësojnë absolutisht grupet radikale marksiste në Evropë, të cilët arrin dhe kanë arritur të penetrojnë në fal liberalizimit, se bota perëndimore shumë Padur edhe nga këta europarlamentarë që u bën pjesë të protestës. Të futen në Parlamentin Evropian. Natyrisht janë absolutisht minorancë dhe nuk kanë influencë, por në skemën organizative të tyre, kujdes, skemën që është globale, ata funksionojnë në mënyrë perfekte. Janë pak, por janë aq të organizuar sa janë prezencë në atë paksinë e vet në çdo vend duke prodhuar situata reale të lëvizjeve majtiste. Ata erdhën, angazhuan në Shqipëri, nuk e di kemi bërë bashkë emision, por unë edhe në këtë televizion e kam ngritur me të madhe, ishte globale në Shqipëri. Ndërsa tashmë, po bëhet evidente, sepse ajo ka mbetur, tani mbeturinat e protestës, që tashmë është shkëputur nga, të kuptojmë, protesta tashmë është shkëputur nga realiteti shoqëror. Protesta tashmë është thjesht organizimi këtyre, të cilat këtë skemë organizative kanë kudo edhe kur mbetet edhe 2 veta. Edhe kur mbetet 2 veta. Për ta nuk ka mision për të realizuar. Për ta qëllimi vetëm është thjesht ekzistenca dhe prezenca agresive në terren. Kaq. Dhe e vetmja gjë që bën kjo protestë tani është thjesht vetëm prezencë. Se dua të ndaj edhe diçka tjetër me ju, zoti Meçe, por nuk kemi dhe shumë kohë nëse mundemi të jemi të përmbledhur. Nga ana tjetër, pse opozita, zoti Meçe, po fokusohet te protesta, ndërkohë që brenda Partisë Demokratike vazhdojnë debatet për legjitimitetin e zgjedhjeve dhe mungesën e ripërthëritjes. Dhe nëse pas zgjedhjeve në Partinë Demokratike vazhdojnë akuzat për mungesë gare dhe demokracie të brendshme, sa e besueshme janë thirrjet për ndryshim që bëhen përmes protestave. Tani për të vërtetë duhet të thënë që Berisha pavarësisht lëvizjes deklarative e pa që thirrjet e tij për të mobilizuar qytetarët demokrat, pra pjesën opozitare, për të organizuar në protestë, morën goditje jashtëzakonisht të madhe ditën ku këtu u bë koncerti i madh. Ai koncerti i madh përfundimisht dha mesazhin që qytetari nuk është ai. Po e drejt. Dhe Partia Demokratike nuk është më aftë të shpjerë njerëz në protestë. Dhe për i vërtetës edhe Berisha tashmë është larguar nga protesta pavarësisht që në mënyrë demagogjike vazhdon të bëjë thirrje, sepse po të shikosh edhe brenda Partisë Demokratike kanë bojkotuar parlamentin me arsyeën që të trajtohen 5 kërkesat e protestës. Nuk ka sens sepse nuk mund të bllokosh parlamentin për të rrëzuar qeverinë. Çfarë do trajtosh? Më thënë, nuk ka sens një gjë e tillë. Nuk ka sens, është motiv sepse të thuash parlamentit, ne do diskutojmë dhe të zgjidhim problemat e kërkesat e protestës, ku kërkesa e protestës është largohu Rama, nuk ka sens. Nuk ka sens politik. Në qoftë se ata turma poshtë, cilët shpeshherë janë edhe naiv, por janë edhe në skemat që thash unë, shpeshherë i bën me idealizëm këtë kërkesë, pa e ditur ç'po kërkojnë, Berisha e di mjaft mirë që kjo është gjëja më e paralizueshme. Dhe të largohet parlamenti për të realizuar nëpërmjet kërkesave, shiko, largohu ti sepse po kërkojnë 1000-1500 veta atje, nuk ka sens. Kështu që Berisha i di mirë këtë gjëra. Berisha tashmë edhe në këtë që bëri, nuk kishte synimin të organizonte njerëzit për protestë. Ai e di mirë që me protestën përfundimisht nuk bën dot gjë. Po çfarë synimi? Aq më tepër që Berisha ka lexuar mjaft mirë atë që të gjithë ne lexojmë dhe që duhet ta themi. Ditën e treta, ditën e 5 mos gabojnë, ai komisioni organizatori protestës bëri një letër të madhe që ja dërgoi të gjithë ambasadave dhe ja dërgoi kancelarive. Dëgjuat ndonjë përgjigje? Jo. Përgjigje sepse është absurditete të këtyre majtistëve të cilët këtë skem përdorin për të bërë zhurmën dhe për të prodhuar rrjetet sociale pastaj të cilët bëjnë zhurmën 10 herë më të madhe. Por nuk janë skema të cilës sjellin zgjidhje. Berisha këtë lëvizjen që ka bërë tani është përfundimisht konsolidoi pozicionin e vet dhe ndërtimin përfundimisht e ka patur, po thjesht shiko, është një emision televiziv se më ka kënaqur ai, po e them këtë gjë se është thelbi i gjës. Ai e kapi në mënyrë artistike, po ka rithemelim, pjesë e parë, ka riorganizim, ka dhe ripërtypje.
E kupton që do thotë ripërtypje dhe ata kapën në mënyrë figurative thelbin e asaj që ndodhi në Partinë Demokratike, sepse ushqimi berishian ishte PD-ja, tashmë u ripërtyp dhe njerë, u riciklua dhe reciklimin e vetë u fuqizua më tej për pozicioni Berishës, pas gjë tjetër nuk do t'jeti. Dhe diçka të fundit, zoti Meçe. Ripërtypje, fiksohet, është e bukur ripërtypja. Nuk është e imja, është emisionit. Dhe diçka të fundit, se nuk kemi shumë kohë. Ka zëra që flasin për një tranzicion të kontrolluar të leadershipit në të ardhmen në Partinë Demokratike, por a rezikon, a ekziston reziku që Partia Demokratike të perceptohet si një parti që po përgatit, le të themi, një trashëgimi familjare, pra Sali Berisha po përgatit terrenin që në krye të vi Argita ose Shkëlzeni. Shiko, mund të ngrenë çfarë do e Libie. Zhvillimet e ngjarjes të djeshme, të partijeshme, nuk kishin bënë fare me një gjë tjetër, kishin bërë me atë sa kohë që Saliu të jetë gjallë, nuk ka për të zgjedhur trashëgimtarët. Pse do zgjedh trashëgimtar kur është gjallë vetë ai? Kur them gjallë, nuk kuptoj gjallë politikisht. Politikisht, po. Dhe për sa kohë që ai është i tillë, nuk ka për t'i lënë hapësirën askujt. Kur ai përfundimisht të ndjej vdekjen e vet politike, do t'i ekspozoj këta ose do t'i emëroj këta. Pra, do të kuptojmë. Pra pas Saliut vjen Argita ose Shkëlzeni. Nuk është një PD që është ndërtuar në një formë të tillë që po iku Berisha do fillojnë lufta e brendshme dhe lufta e brendshme do t'i shmanget familjes Berisha. Ajo është biznesi familjes Berisha. Është pronë, është e regjistruar me certifikat pronësie e Berishës. Pse ta diskutojmë më tej? Çështja nuk është në pronë kujt është ajo. Çështja është sa kjo parti do t'i bashkangjitet zhvillimeve shoqërore Shqipëria apo do bëhet pengesë, apo sa kjo parti do t'jetë oponente ndaj pushtetit ose jo. Zhvillimet e protestës vërtetuan përfundimisht që Partia Demokratike e Berishës nuk është në gjendje të ballafaqohet as me 10% protestës, pjesëmarrjes protestës, dhe kjo nuk është pak. Kështu që të harrojmë Berishën, të harrojmë Partinë Demokratike, le të lejmë që në kolorin demokratik të Shqipërisë ekziston një parti e cila është absolutisht pronë e Berishës, do t'i shërbej Berishë, po deri kaq. Më tej. Zoti Meçe, faleminderit, kënaqësi që ishit me mua këtë mbrëmje në ABC News. Faleminderit që më dhatë, sidomos për të majtën, sepse realisht, sinqerisht, ai është problemi. Është problemi sepse nuk është aksioni që bën këtu shqetësimi. Është lidhjet e tyre për aktivizim në Shqipëri. Dhe lidhjet e tyre ne do t'i kuptojmë. Shqipëria dhe bota nuk është ajo që ka qenë para 2 vjetësh dhe para 3 vjetësh. Lufta sot globale në botë ka për masa të një riarmatimi dhe të një zhvillimi të prishëm në çdo kohë destabilizues në Shqipëri. Zoti Meçe, faleminderit, kënaqësi.